shkruan me robaze. Në fillim të kilometrit të fundit si opozitar, Sali Berisha rimori një tezë të vjetër të avokat ngjellës të viteve 2000, kur ne miqtë e tij e ofruam tek Berisha duke qenë një kritik dhe shpotitës i madh i tij. I zën ngushtë për të shkuarën antiberishiane, avokati e kaloi lehtë provimin. Për qëllime të mëdha, Churchilli është takuar dhe me Stalinin, tha, dhe e kishte fjalën që Stalini ishte Berisha. Tani Berisha e rimori këtë batutë avokatit kur pa bulevardin dhe kur kuptoi sapo i kushton përçarja që i ka shkaktuar ai Partisë Demokratike. Tani avokatit i shkon kjo batutë, edhe për shkak të ekstravagancës së tij. Kur Berisha bën thirrje të imitojnë bashkëpunimin e Roosevelt me Stalinin, të gjithë e dimë që Stalini është Berisha. Është nën grata nga Roosevelti i sotëm i SBA-ve, dhe ata që ka zbuar nga partia dhe po u kërkon të bashkohen, janë me SBA-t. Pra është thjesht duke u përgjëruar si Stalini e opozitës ndaj atyre që i ka zbuar vetë si Stalini. Problemi është se Stalini kishte një farë dinjiteti në Jalt, pasi ai nuk i thiri, por e thirrën dy udhëheqësit perëndimor, Churchilli dhe Roosevelti. E thirrën si fuqi e madhe e konsiderueshme, si faktor kryesor në mundjen e fashizmit. Berisha është i padobishëm për të gjithë, mbi të gjitha për opozitarët. Ai bën ata më të vegjël duke u bashkuar me të, ndaj nuk i duhet askujt. Thjesht po i del profecia që këto protesta janë kilometri i fundit i tij, jo i kundërshtarëve të tij, dhe s'ka më gjatë se kilometri i fundit do torturohet.